ndërru ministra, ndërru deputet. Për të ndërtuar sakrificën dhe martirizimin e të gjithë atyre bashkëqytetarëve, vëllezërve e motrave tona, të cilët gjatë vitit 1999 u kidnapuan dhunshëm, u vranë e u zhduken nga forcat policore e paramilitare serbe, Kuvendi i Kosovës në vitin 2006 pati shpallur 27 prillin si dita të zhdukurve përkatësisht e të pagjeturve në Kosovë. Kjo datë ishte zgjedhur sepse me 27 prill të vitit 1999 në mejet e Gjakovës ndodhi masakra më e madhe në Kosovë, kur vetëm brenda 2 orëve u ndaluan e u ndan nga familjarët 376 shqiptar, kryesisht nga zona e Rekës Keqe, për të vrarë dhe ekzekutuar mizorisht. Fatkeqësisht, barbarisë së 27 prillit nuk i shpëtoi dot asnjë njeri, mbase edhe për të dëshmuar krimin e papar të një aparati të dhunshëm shtetëror mbi civil të parmatosur burra, e gra, pleqe, fëmijë. Po atë ditë ndodhi edhe spastrimi më i madh etnik në ato hapësira, ndërsa të gjitha vendbanimet u dogjën në masën 90%. Sot, 16 vjet pas, ende nuk janë gjetur të gjithë njerëzit dhe familjarët tanë. Në qoftë se institucionalisht u vendos nderimi për ta, pse sot pas 16 viteve pikërisht nga ato institucione nuk bëhet ky nderim, të nderuar deputet. Familjarët çdo ditë pyesin ku janë e ku mbeten premtimet e qeverisë për ndërtimin e kompleksit memorial në Meje, që u premtua pothuajse në gjitha fushatat elektorale, por se asnjëherë nuk u realizua. Ndërtimi i memorialit ju premtua edhe hera të pakta kur ktheheshin me 27 prill në Meje. Si është e mundur që 16 vjet pas luftës, të gjitha qeveritë në Kosovë nuk ndahen qoftë edhe 1 cent vetëm për ndërtimin e këtij kompleksi. E lanë në komunën e Gjakovës të vetmuar e të pamundur në realizimin e këtij obligimi njerëzor e kombëtar. Kush mund ta shpjegojë këtë fakt absurd që realisht është i dhimbshëm? Në këtë kuptim, unë sot kam një pyetje shumë thjeshtë, krejt konkrete. A ka në plan që qeveria e Kosovës, kjo qeveri pra që ndonjëherë të ndaj një buxhet për ta përfunduar këtë kompleks memorial? Ndërtimi i këtij kompleksi, i kësaj kujtese të dhimbshme kombëtare, është domosdoshmëri, mbase për 1001 arsye. Kësaj radhe po e veçoj vetëm një: parandalimin e harresës kolektive që historikisht na ka kushtuar shumë e po na kushton edhe sot e kësaj dite. Apo do t'ju premtohet edhe këtë vit me avazet e vjetra, nëse eventualisht ndonjëri nga ta e merr guximin të vijë me 27 prill në Meje. Dhe krejt në fund, pse qeveria e Kosovës nuk po ju përgjigjet shqetësimet familjarë? Lutëm regjia, pasi nga përfundim. Pse qeveria e Kosovës nuk po ju përgjigjet shqetësimeve të familjarëve që çështja e të pagjeturve të ngritet në bisedimet e Brukselit? Pse nuk u zbatuan asnjëherë rekomandimet e interpelancës së mbajtur në këtë kuvend në vitin 2012? Dhe krejt në fund, dje në komisionin të pagjeturve pra, nga përfaqësuesi i departamentit ligjor, u tha që nga përfaqësuesit e Kosovës, nga 4 sa janë që bisedojnë për çështjet e pagjeturve, njërin nga ata si lloj eksperti, me që edhe nuk është ekspert, ende është si përfaqësuesi i UNMIK-ut. Pra qeveria e Kosovës asnjëherë nuk e mori mundin të hiq nga koka se më UNMIK nuk ka, por edhe sot e kësaj dite pra e lën një përfaqësues nga UNMIK-u në këtë staf. Faleminderit.